nga përdorimi që është bërë atyre, për kaq vite me radhë, që të tjerët të arrin synimet e tyre politike, gjeopolitike, ushtarake, pra synimet e tyre në politikën e jashtme. Dhe thotë stop. Ju nuk mund të më përdorni më mua që ju të arrini qëllimet tuaja. Se kush është ai që po mundohet, ne nuk e kuptojmë dot për momentin, po artifica që mund të bëj unë për ta arsyetuar është që armiqtë e tij kanë qenë të ditur. Ata që kanë qenë të paditur, që janë në fushën përballë tashmë, janë ish aleatët e tij. Pra, armiku i zotit Trump me sa duket është midis aleatëve, ose janë të gjithë aleatët bashkë. Dhe SBA që në 15 janar ka thënë qartë që përpjekja ime për të kontrolluar botën mbaroi. Tashti ne jemi një shtet si gjithë tjerët, nuk jemi më kombi domosdoshëm si tha Albrighti, po jemi një shtet si gjithë të tjerët dhe secili për vete. Secili për vete Zoti për të gjithë. Dilni për Zot, sikush i vetes vet, unë do i dal për Zot vetes time. Dhe në qofse Wall Street Journal, siç tha në mesin e janar, siç po thotë edhe tashti që është budallik, kjo që bën Zoti Trump, e para nuk ka shtet që të bëj budalliqe. Aq më tepër amerikanët. Dhe ekipi i zotit Trump është nga më të përgatiturit nga ana profesionale. Nuk mund të jetë më mirë se nobelistët, që janë pa emocione politike. Nobelistët janë shumë të mirë. Nobelistët janë shumë të mirë, por nuk i bën më pak të mirë këto ekspertët e zotit Trump. Tjetër i bën se është rreshtim akademik, arsyetim akademik, kur bën politikat, bëhet arsyetim akademik, nuk bëhet thjesht partijak. Këto që po themo nuk janë mendimet mia. Këto janë ato që thon komentatorët për ekipin e zotit Trump. Është shumë herë më ndryshe nga ekipi i parë i tij. Scott Bessent është një biznesmen i jashtëzakonisht i suksesshëm dhe njëri me mend kokë që është këshilluar me shumë të tjerë për të arritur në këtë politikë që po bëjnë tash. Nuk po bëjmë një vlerësim kampe, shkeli citime të ndryshme për kampe të ndryshme. Wall Street Journal fliste me këtë gjuhë, por Trump e sulmoi dhe tha që është një ujë i ndënjur i Bashkimit Evropian dhe nuk din ç'thon. Sepse problemi është që Wall Street Journal dhe në përgjithësi njerëzit tentojnë të bëjnë një analizë bazuar në një paradigmë, bazuar në një mënyrë programimi të mendjes të kaluarën. Edhe unë kur dëgjoj këto që thot Trumpi, nga që jam edukuar me atë që Amerika ja ka futur gjithë botën, Amerika ka qenë ai ka shfrytzuar gjithë botën. Në këtë mënyrë jam edukuar unë. Dhe kur dëgjoj këto që thot Trumpi, gjithë bota më ka bërë me hile Amerikës për 50-60 vjet, kam atë që quhet disonanca kognitive, nuk më vjen mirë dhe them çfarë po thot ky. Por nuk mundohem që t'ja hedh poshtë ato që po thot, por përkundrazi mundohem që të kuptoj pse po i thot. Dhe analiza më bën të mendoj që ka një arsye pse po i thot. Sepse Amerika nuk i mban dot më 700 baza për të garantuar gjithë botën që të jetë në paqe. Amerika nuk ka më të paguajë për këtë, për atë siç ka paguar deri më sot. Nuk ka mundësi pse po të rriqet nga lufta në Ukrainë? Se nuk ka mundësi, nuk ka më armë, nuk ka predha. A mund të besohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë më raketa që të furnizojnë Ukrainës që të qelloj objektivat ruse apo ku diun çfarë? Pra, është një situatë e tillë që detyron Shtetet Bashkuara të Amerikës të bëjnë një politikë të tillë. Dhe duke qenë që janë një kolos ekonomik me resurse të jashtëzakonshme, ata besojnë që do të dalin. Dhe ajo që do të thosha, unë nuk kuptoj shumë me ekonomia, por ajo që kuptoj është që po të ishte shkencë eksakte do ishin bërë gjithë pasur, do parashikonin bursën, do fitonin para. Ekonomia është gjë më e parashikueshme. Po ekonomia është shkencë shoqërore, nuk është shkencë eksakte. Po pra, dhe është pa parashikueshme. Jo, si shkencë shoqërore ka aftësi më të mëdha për të analizuar thellësisht. Matematika pastaj është tjetër gjë. Dhe futja në ekuacione matematike fenomene shoqërore është gabimi më i madh që është bërë. Para në këndvështrimin e ngushtë ekonomik, për një vit apo dy, 32, 1932, 33, 34, ishte hata e zezë, më 1/4 Amerikanë ishte jashtë punës. Para në vitin 1960, ajo që ndodhe në vitin 1929, 30, 31, 32, doli që Amerika u fut në shinat e ekonomisë luftës, fitoi luftën e dytë botërore, u bë superfuqia e botës dhe kontrollon gjithë botën siç është sot. Pra, ajo që po mundohem të them nuk do të hyj në debate për gjëra më pak që unë i vlerësoj të një niveli më të ulët se sa ato që mendoj që janë në sferën e të menduarit, që ka të bëjmë me ato që sot po ndodh një ndryshim esencial në mos si 8 maj, dita fitores me fashizmin, të paktën e parasveshme me 26 dhjetor 1991 dhe rënien e Bashkimit Sovjetik. E atyre përmasave që ka ndodhur dhe jo më kot ai njeri pavarësisht që ne mundohemi po ne po përpiqemi të bëjmë maksimalisht një analizë konstruktive mbi faktet. Na bën përshtypje sjellja e tij si narcisist, të gjithë i thonë që shkoti shtarmer atje dhe merren me të mirë Trumpin, jepi një ftesë për mbretin dhe ta shikosh se ai do zbutet, do i bëj favore Anglisë. Apo ti Macron merre çik me të mirë, apo ti Zelenski bëj qefin edhe Trumpi. Dhe Trumpi me një thjeshtësi të jashtëzakonshme i thot i mundi do të vetë rusët juve, i thot shtarmerit. Mreti thot faleminderit shumë për ftesën, do ta shfrytëzoj. Pra mos kujtojmë se kemi të bëjmë me njëri që i pëlqen, se kishte komente sot për shembull i thoshin e shijoj jashtëzakonisht shumë momentin me atë tabelën dorë kur tërroqi vëmendjen e gjithë televizionet botës. Po. Ai ishte një reality TV showman
e shijon shumë atë, duket si është narcisist, duket si I pëlqen shumë vetja, po kjo nuk na erson arsyen për të parë se çfarë po bën. Megjithatë ju thoni që këto nuk janë limitet e tij, pavarësisht se mund t'i pëlqejë show dhe spektakli. Ajo që po mundohem të them unë është që e gjithë mënyra se si do zhvillohet situata ndërkombëtare, është krejt e ndryshme nga ajo që jemi mënuar të analizojmë sot. Dhe nëse do përdorim të njëjtat instrumenta për të gjykuar se çfarë po bën Trumpi, kam përshtypjen që do mbetemi të zhgënjur në ditët që vijnë.